nuk ka asnjë lloj shansi. Të Përse? njëjtën gjë ka bërë historia, na ka treguar në momentet e fundit, kur rilindja dhe ndyrësirat e saj, patronazhistët, e ndjen veten më të fortë se kurrë, në momentin kur nuk imagjinohet, zbërthehet brenda javës. Kjo ndërmarrje kriminale që quhet rilindje. Ajo tashmë Bashkimi Evropian dhe më provo që nuk ta kam thënë 20-30 emisione rresht. Gjermania do të jetë vendi kryesor që do të shkaktoj tërmetin e Edi Ramës brenda BE-s. Gjermania dhe Austria. Në background edhe Britania e Madhe, se për Francën, për Italinë e për këto vendet e tjera i fut në xhepaj. Ju çon valixhet me 10 milion euro për të mbyll gojen. Nga lekët e shqiptarëve, sigurisht, jo nga lekët e babësve. Me lekët që ju kanë vjedhur shqiptarëve, imagjinoje. Guxon ta ulan balla, sepse ta ulan balla ka hallin e vet. Ti besoj e kupton këtë? Patjetër. Ta ulan balla thotë do ta mbrojmë. Sepse ta ulan balla e di radhën. Ka problemin, ka hallet e veta. Të gjithë këto që kanë shkel ligjin, që kanë bashkëpunuar me krimin organizuar, dhe që kanë vjedhur shqiptarët, që kanë vjedhur zgjedhjet, që kanë vjedhur çdo gjë dhe ushqejnë vetëm me 5% që në vjedhjeve, ushqejnë këto mira patronazhist, do të përballen me ligjit. Tashmë Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjitha agjencitë e inteligjencës e kanë parë se si drejton Rama, se si e zhvillon aktivitetin e tij politik dhe sulmi ndaj SPAK-ut, ndryshimi i ligjeve, goditja ndaj BKH-s, përplasja që do të thotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian do të jetë fundi i rilindjes. Bukur. Qershia mbitor është Kosova, kolonel. Ajo që ndodh në Shqipëri, gjithë kjo që u fol gjatë gjithë emisionit, aktiviteti anti-shqiptar i qeverisë së rilindjes dhe jo vetëm, ne dim që synim kryesor ka Kosova. Targeti kryesor i Rusisë, i Serbisë është Kosova, është të ngulin një thik mas shpinës Kosovës. Kosova është në limitet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Më kanë marrë telefon, nuk pajtohna me ju, zotni Kreshnik, as me kolonelin, që Vjosa është kaq me superlativa sa flisni ju. Unë a shpjegova pse ne flasim me superlativa, shpjeguam qëndrimin amerikan, ne dim që Vjosa është një politikane, në fund të ditës ka interesat e veta, një lloj si Albini, një lloj si Edi, një lloj si Saliu e tjerë kështu me radhë. Për të shkuar në Kosovë, kolonel, do ta zgjedhin presidentin apo do shkojnë në zgjedhjet parakohshme në Kosovë. Linja amerikane, a ishte mbështetje për Vjosën dhe i dhanë mesazh Kurtit e duan Vjosën presidente, apo ishte një opinion i presidentit Trump, simpati personale për Vjosa Osmani? Më lejo të të siguroj edhe nga informacionet e freskëta, jo më larg se dje, nga disa kongresistë. Urdhëro. Të të them me përgjithësinë më të madhe. Urdhëro. Ka një kërkesë për zgjedhjen e presidentes Osmani në postin e presidentes të Kosovës. Ka qenë një presidente dinjitoze, e cila së bashku me kryeministin Kurti në 4-5 vitet e kaluara e kanë përfaqësuar me dinjitet plot. Është një dyshe e cila ka dëshmuar që ka votat më të mëdha në të gjithë spektrumin politik të Kosovës, është një dyshe e cila në momentet ndryshe nga presidenti dhe kryeministi shqiptar, që pothuajse nuk ekzistojnë një gjikundi, nuk i njeh njeri, a ka se ku ka president apo kryeminist i Shqipërisë, edhe Vjosa, edhe Albini kanë shndritur, kanë përfaqësuar me dinjitet dhe integritet shtetin e Kosovës. Ka një kërkesë edhe ndaj partive opozitare. Kanë filluar të dërgohet qartasi që të mos guxojnë të votojnë kundra zgjedhjes së Vjosës, sepse duhet një numër i caktuar më shumë se sa vetvendosja. Patjetër. Dhe
në mënyrë që të vazhdoj të ruhet stabiliteti i Kosovës në këtë moment kaq të rëndësishëm për Kosovën, dhe tashmë Kosova, edhe me përfaqësimin e saj në Bordin e Paqes, edhe me takimin disa herë që ka pas Vjosa me presidentin Trump, ju kujtoj, call me, ishte mesazh shumë i madh. Ishte mesazh jo vetëm për Edi Ramën, që nuk e pordhi fare, por ishte një mesazh për Vjosën, për te Vjosës, për Vučićin, për Putinin, po edhe për partitë opozitare, të cilat në mënyrë të pa kuptueshme janë për shkak edhe të mungesës leadershipit, për shkak edhe të skandaleve duke vjell mira vota, PDK-ja, LDK-ja, dhe në këtë këndvështrim do duhet që edhe Albini edhe Vjosa të bashkëpunojnë bashkë me partitë opozitare. Mesazhi i Washingtonit për ta përmbyllur është: Vjosa do të jetë presidente, mos guxoni të votoni kundër. Albini deri në minutat e fundit nuk ka pasur plan për ta mbështet Vjosën. Mendon kolonel se zoti Kurti ka interes të shkojë në një kurs përplasje me Washingtonin në këtë moment dhe të kërkojë një president tjetër, apo Kurti do ta gjejë një rrugë për të afruar me Vjosën, dhe a mendon nga ana tjetër e dyta që lidhet me këtë, a e shikon afrimitet me Edi Ramën Vjosën apo është në rol? Absolutisht, Vjosa Osmani e di më mirë se askush tjetër se kush është Edi Rama për Vjosën, për Albinin dhe për Kosovën. Tashmë të gjithë bota e di se kujt i shërben Edi Rama. Lidhja e Edi Ramës me Aleksandar Vučićin gjithmonë për gjatë paktën këtyre 13 viteve të fundit nuk i ka shërby Shqipërisë as Kosovës, por i ka shërby në radhë të parë Serbisë. Dhe në momentin kur i shërben Serbisë, i shërben Rusisë. Së dyti, unë nuk bi dakord me ty për herë të parë që Albini nuk ka dëshirë ose nuk ka pas plan për ta rizgjedhur Vjosën, për arsye sepse duke qenë se e njoh nga afër Albinin, nuk besoj që Albini të bëjë një gaf tillë, sepse do të ishte vetvrasje politike për të. Këto janë informacionet e mia të sigurta. Unë i mbroj me fanatizëm deri në fund. Deri para pak minutave Albini ka qenë dhe nuk e ka në llogaritë e tij Vjosën si presidente. Dhe unë të falenderoj që më kundërshton, sepse janë vëllezërit tanë kosovëtar të cilët e din nëse unë po flas atë që po ndodh apo jo. S'ka rëndësi. Ne jemi këtu për debatu, për të përplas. Pa diskutim. Nëse Albini bën ose ndjek këtë linjë, po do të ishte një linjë e cila do të ishte spari, do të ishte tradhti në thojza, sepse Albini, ju dini që Vjosa bashkoi votat me Albinin, e mbështeti qeverinë Albinit, Kurti 1, Kurti 2, dhe do duhet për interes të Kosovës këto dy lider të cilët kanë treguar. Është e rëndësishme sepse këto tashmë kanë krijuar dhe një eksperiencë, kanë krijuar dhe lidhjet e tyre personale. Njëri me Bashkimin Evropian, kolonel, në kuptimin që duhet të jenë bashkë, por ideja është që unë po jam i detyruar të analizoj atë që po ndodh. Do të ishte një gaf e madhe nëse Albini do të bëte këtë gaf politike, e cila do kishte kosto edhe për të, dhe do kemi raste tjera për të analizuar. Tashmë mesazhi që dhën i qartë nga Washingtoni. Vjosa presidente, opozitat mos guxoj, është një set kongresmenësh, disa kongresmen dhe kongresmene amerikanë të cilët i kanë dërguar sinjalet në Kosovë, por edhe në ambasadën amerikane në Prishtinë, dhe Vjosa, rizgjedhja Vjosës nuk do të krijonte kushte, nuk do të krijonte kushte për destabilizim ose për rizgjedhjet Kosovës, por do të vazhdonte linjën, dhe tashmë që Kosova është pjesë e Bordit Paqes, duhet të mobilizohet Ministria e Mbrojtjes, se do t'i duhet kohë, mos ta marrin edhe aq lehtë misionin në Gaza, do duhet të mendoj me shumë profesionalizëm krijimin e një grupi profesional njerëzish, përgatitjen e tyre, sepse ky dislokim i parë
në misionet ndërkombëtare, pavarësisht se ka pasur dislokime tjera, por ky është shumë i rëndësishëm, se fokusi i gjithë botës do të jetë në Gaza, është një përfaqësim është një rol i madh për Kosovën dhe do duhej që Kosova ta kalonte me sukses të provë, sepse ky është një test që mund të përshpejtojë antarësimin e Kosovës në NATO, që do të thotë antarësimi i Kosovës në NATO do të thotë siguri 100% e integritetit territorial të Kosovës. Falenderoj nga zemra, ne urojmë që të ndodhi më e mira. Më lejo të të siguroj për diçka. Urdhëro. Vetëm një mesazh i dërgohet Edi Ramës nga Washingtoni, vetëm një mesazh, me 2-3 video dhe me disa gjëra personale familjare, dhe jep dorëheqjen si Çeçua. Po ndoshta është garip ky kolonel, sepse ky tha kur më nxorën fotot pa brek në plazhet e Francës dhe më kërcënuan, unë i thash nxirrini, mos ndoshta krijojnë popularitet këta nëse i sheh populli duke bërë seks drejtuesit e lartë shtetit shqiptar. Është i mbaruar, është një tuf njerëzish imoral, për të mos përdorur një fjalë tjetër. Kush e telefonoi Gen Brahimin? Ka dalë ka thënë... Gen Brahimi është ushtari i Edi Ramës, e di gjithë Shqipëria, është baxhenaku i Mimi Kodhelit. Ka dalë Ylli Manjani dhe ka thënë e ka kërcënuar dora kriminale e cila ka patur video seksuale duke treguar gjenitalet për parukierën. Video seksuale, Gen Brahimi është mjeshtër për këtë gjëra, vlla, dihet në gjithë Shqipërinë. Është meraklit. Ti e di që unë kam qenë edhe ministri i brendshëm. Ke qenë ministri i brendshëm dhe ti e di se kush janë meraklit në Shqipëri. E di, e kam të qartë. I njohim në detajet më të vogla. Po se ke pas stalleshat dhe ministreshat e rilindjes, të gjitha, që kur kanë fillu aktivitetin politik, luleshtrydhet në bashki e deri ditë të sotme. Edhe luleshtrydhet, edhe bananet, edhe arrat e kokosit, edhe luleshtrydhet e bashkisë. Gjitha frutat egzotike të Afrikës e kuptoj, kanë qenë aty kolonel. Që nga Mimi Kodheli, që nga Manastiliu, që nga ish kryetaria parlamentit dhe me radhë. Është një forcë shumë e madhe nga mrapa, që nuk i po i le dhe nuk do t'i lëri as Taulant Ballat, as Belinda Ballukat, as Manastiliun, as këtë tjetrën, këtë debilen që i drejton. Kupton? Sepse këto kanë shkel ligjin, kanë vjedhur shqiptarët dhe kanë shkel ligjin ndërkombëtar kështnik. Këto po përbëjnë një rrezik të madh. Dhe nuk është gjykata kushtetuese, nuk është më ambasada amerikane, është administrata amerikane. Nuk është më BE-ja, janë shërbimet inteligjente të Bashkimit Evropian që nuk do ta lejojnë më, sepse po dështoj kjo demokraci. Dhe nëse demokracia përfaqësohet me lider si rilindja, që shtrirë dhe sa i ka në gjithë kartelet e botës, atëherë ka dështu vetë, nuk beson më njëri Bashkimin Evropian, të cilët s'kanë lënë gjë pa vjedhur. Dhe krijimi një qeverie kalimtare me konsensus ndërkombëtar, me fuqit plot, që të ketë fuqi të pastrojë shërbimin informativ kombëtar, nga të gjitha vlorat dhe shkodrat që e drejtojnë, Ministrinë e Brendshme dhe në mënyrë të veçantë strukturën drejtuese të krejtësisht kopolën drejtuese të policisë shtetit, e cila i shërben komplet krimit organizuar, ju e pat edhe nga deklaratat e djeshme, krimi organizuar kërcënon prokurorët e SPAK-ut, kërcënon dëshmitarët, kërcënon çdo njeri, madje një drejtues i lartë i shtetit shqiptar ka kërcënuar edhe një nga antarët e gjykatës kushtetuese, pa unë nuk mund ta them këtu tani sepse nuk kam se marr përsipër më shumë se sa duhet. Kjo band qeveries duhet të ketë mundësi që të ketë fuqi dhe mbështetje tek shërbimet e inteligjencës, tek forcat armatosura, tek Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Shërbimi Informativ dhe gjithë strukturat e tjera, krijohen kushtet brenda një viti, parlamenti lë shkrihet, të mos ketë imunitet, ku të gjithë ata që për 34 vite kanë vjedhur edhe një cent nga para. Të gjithë, 30 që nga 90 edhe deri më sot. Kush i ka vjedhur shqiptarëve të përgjigjet dhe jo vetëm të përgjigjet, por të sekuestrohen pasuritë, të krijojnë kushtet që edhe opozita të dali me figura të reja, të dali me njerëz të jetë më gjithë përfshirëse, të përfshijë edhe këto 30% të popullit që nuk e mbështet, që gjykata kushtetuese e Erxoj Ramën.
ishte ambasada amerikane dhe fuqitë e mëdha që janë mbrapa saj, të cilat i paralajmëron. Për arsye sepse kur mos harro, të gjithë njerëzit që janë fut si pasojë, të gjithë ndoshta jo, po një pjesë e madhe, janë me origjinë nga komunizmi. Ore Arben Kraja në 2026, prokurori i Spakut. Arben Kraja, kushëriri Arjan Krajës. Super hajduta që nuk kanë lënë. Arben Kraja, prokuror, ka marrë 4-5 prona nga ushtria. Që nga kreu shtetit e deri poshtë, të gjithë janë ato pozicione si pasojë e shkeljes ligjit, sepse kanë vjedhur shqiptarët, kanë dhënë prona ushtrie, kanë dhënë baza ushtarake, kanë dhënë një pjesë e shpërbyer me poste shtetërore, një pjesë duke u bërë ministra, siç është ky ministri i mbrojtjes. Pse është shpërbyer ky ministri i mbrojtjes? Besoj ti ke bërë një super emision, po do të vi mrapa. Siç u bë ai tjetri, kryetari i parlamentit, edhe ai për shpërblim. Belinda Balluku, e një pjesë e madhe e deputetëve të Partisë Socialiste. Gjermania do të jetë vendi kryesor që do të shkaktoj tërmetin e Edi Ramës brenda BE-s. Gjermania dhe Austria. Në background edhe Britania Madhe, se për Francën, për Italinë e për këto vende të tjera i fut në xhepaj. Ju çon valixhet me 10 milion euro për të mbyll gojën. Nga lekët e shqiptarëve, sigurisht, jo nga lekët e babësve. Me legët që ju kanë vjedhë shqiptarëve, imagjinoje. Guxon ta ulan balla, sepse ta ulan balla ka hadhën e vet. Ti besoj e kupton këtë? Patjetër. Ta ulan balla thotë do ta mbrojmë. Sepse ta ulan balla e di radhën. Ka problemin, ka hadhët e veta. Tash po Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjitha agjencitë e inteligjencës e kanë parë se si drejton Rama, se si e zhvillon aktivitetin e tij politik dhe sulmi ndaj Spakut, ndryshimi i ligjeve, goditja ndaj BKH-s, përplasja që do të thotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian do të jetë fundi i rilindjes. Do ta zgjedhin presidentin apo do shkojnë në zgjedhjet parakohshme në Kosovë? Linja amerikane a ishte mbështetje për Vjosën dhe i dhanë mesazh Kurtit e duan Vjosën presidente, apo ishte një opinion i presidentit Trump, simpati personale për Vjosa Osmani? Më lejo të të siguroj edhe nga informacionet e freskëta, jo më larg se dje, nga disa kongresistë. Urdhëro. Të të them me përgjithësinë më të madhe. Urdhëro. Ka një kërkesë